Të përdorur tashmë masivisht kryesisht nga të rinjt për të shmangur trafikun e Tiranës, monopatinat elektrike janë kthyer në një rrezik të madh sa i takon numrit të aksidenteve ku këto mjete janë të përfshira, sidomos gjatë këtij viti. Sipas policisë, në 7% të numrit total të ngjarjeve rrugore janë të përfshira biçikletat dhe monopatinat. Këta të fundit janë kthyer në një shqetësim serioz për rrugët e vendit për shkak të shpejtësisë që arrin dhe mungesës së respektimit të kodit rrugor nga drejtuesit e tyre. Gjatë periudhës së këtij viti, kryesisht mjetet motocikletat dhe mjetet me pedal, pra hyn dhe bicikletat dhe patinat elektrike, janë përfshirë edhe 7% të aksidenteve. Ky vit po shënon një rritje të përfshirjes së këtyre mjeteve me pedal në aksidente rrugore. Kjo edhe për shkak të shtimit në numër të përdoruesve të këtyre lloj mjetesh. Janë mbi 600 masa të vendosura, por shkeljet e rregullan nga drejtuesit e këtyre mjeteve me pedal. Jo vetëm në qytet, por monopatinat po qarkullojnë dhe në rrugët interurbane, duke arritur shpejtësitë e jetë lartë. Specialisti rrugores shprehet se këto mjete duhet të pajisen me leje drejtimi. Në rrugët interurbane është ndaluar në mënyrë të rreptë, pra nuk i lejon ligjit që ata të qarkullojnë në rrugët interurbane. Por në zhargonin e përditshëm përdoret dhe fjala monopatina elektrike që futen dhe mjetet që ne i quajmë ato mjetet me motora elektrik. Pra kemi të bëjmë me motora elektrik. Dhe kalojnë dhe këtë shpejtësi që është limituar 25 km/h. Pra mund të jenë mbi 25, pra 30, 40, 50, por për të gjithë këtë kategori, kodi rrugor parashikon që ata duhet të pajisen me leje drejtimi. Edhe në spitalin e traumës, mjekët shprehen se kohët e fundit të shtuar ndjeshëm numri i rasteve të pacientëve të aksidentuar gjatë drejtimit të monopatinave, ku kanë patur fraktura të shumta dhe të rrezikshme.